në bulevardin Shën Klimenti Ohrit, ku janë të vendosura kamerat e sigurisë Safe City. Këtu po shohim një tabel paralajmëruese e cila tregon se qarkullimi apo trafiku në këtë zonë është në video mbikëqyrje. E njëjta tabel është e shkruar vetëm në gjuhën maqedonase. Edhe deputeti i opozitës Ilir Hasani mbrëm në Klik Plus ngriti shqetësim për anashkallimin e gjuhës shqipe në projektin Safe City, që sipas tij kjo ndikon që në të ardhmen gjuha shqipe të zhbëhet nga institucionet dhe të mos flitet edhe në rrugë. Tash të ardhë rrugës unë e fotografova këtë që t'i dëshmoj të gjithve se nuk e kanë ndërmend më marrë me implementimin e gjuhës shqipe në këtë ligj edhe në ligjet e tjera. Nuk ka arsyetim tjetër se nesër do fillojnë të limitohet edhe gjuha shqipe edhe në shkolla, gjuha shqipe edhe në institucionet shëndetësore, nuk do guxojmë të flasim gjuhën shqipe edhe në rrugë. Po unë kaq mund të bëj që ta vë në pak respektimin e gjuhës shqipe. Nuk mund të bëj më shumë. Unë do jap një votë kundër çdo ligji i cili nuk flet shqip. Safe City nuk flet shqip. Ndonse pamjet flasin ndryshe, nga vlen thonë se ligji për Safe City respekton plotësisht kushtetutën dhe ligjin për përdorimin e gjuhëve. Akuzat se gjuha shqipe po anashkalohet nuk qëndrojnë. Në fazën përgatitore dhe teknike janë përdorur njoftime standarde testuese, por kjo nuk e ndryshon faktin se në zbatimin e plotë të ligjit të gjitha njoftimet dhe procedurat do të jenë të disponueshme edhe në gjuhën shqipe në përputhje me ligjin. Ndryshe, ligjin për kundërvajtje, kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela e ka kontestuar në gjykatën kushtetuese.